Para disa ditësh e kemi publikuar një anketë në OBE-faqen tonë dhe ju kemi pyetur se kush mendoni që do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes këtyre 3 opsioneve, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partitë opozitare, 60% e pjesëmarrësve në anketë kanë votuar për të parin. Diskutime e kalkulime për këtë temë na kanë parë syt që 3 javë. Lëvizja vetëvendosje, që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili udhëheq këtë parti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara. Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrime të tjera sa i përket kundërshtarëve tonë, është bërë luftë hibride kundër qeverisë sonë dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë. Kurti ka hedhur poshtë mundësinë e ndonjë koalicioni me partitë më të mëdha shqiptare që janë në opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe këto parti kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Lëvizja vetëvendosje duket se do t'i ketë 48 ulse deputetësh në kuvendin me 120 sosh. Për ta formuar qeverinë, një mandatari duhen të paktën 61 vota. Analistët politik besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që do të mund t'i bëjnë disa deputetë të opozitës aktuale për pozita ministrore. Por për politologun Dritro Arifi, Kosovës nuk i duhet një qeverisje e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë. Një parti e vetme, si vetëvendosje, me një koalicion kaq të vogël të brisht, e ta ketë pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar. I pyetur për kërkesat eventuale, ai vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sa jemi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra. Nuk po ludojmë shumë, por po e marrëm vetëm nëse kërkohet ndryshimi i kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike. Ai beson se as kombinimi PDK-LDK-AK nuk është opsion i mirë qeverisës, sepse as aty nuk do të kishte stabilitet. Për Arifi, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s do të ishte më i miri për Kosovën, sepse ashtu, sipas tij, edhe do të mund të tejkalojë kriza për pozitën e presidentit, pasi Vjosa Osmani t'i skadoi mandati vitin tjetër. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktorin ndërkombëtar. Më së voni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se Aleanca Ushtarake do të punojë me këtë që do ta udhëheqë Kosovën.